familjet tona nuk janë shqipje, fëmijët tanë nuk janë në shqipje. Dhe Shqipëria i përket shqiptarët. Si e keni parë, zoti Stafa, 5 pika të cilat janë paraqitur në protest nga grupi organizator dhe pikërisht mbas këtyre 5 pikave ka pasur edhe sulme të drejtë për drejta ndaj zotit Dritan Goxhaj? Atëherë, unë thash me fjalë që po bën çmos në fjalë për të intimidoj. Ato kanë tentuar të gjejnë për secilin nga ato pjesëmarrës, sidomos për folësit. Të gjejnë edhe të kontrollojnë edhe të bërisin e prej të 4 të 5. Në qoftë se ato kanë patur një gjyshje që dikur ka bërë gabim gjyshje në lidhje martesore, ato do të tentojnë me çdo kusht t'ia gjejnë, edhe të dashurin, edhe kohën ku e ka trajtuar gjyshin. Sepse këto janë pjellë e një pushteti për hir të vërtetës nëpërmjet këtyre makinacioneve kanë mbajtur pushtetin. Por Rama duhet të kuptojë një gjë. Sot nuk e mandot në pushtetin në këtë lloj forme, sepse ajo masë e stërmadhe, e cila nesër do të jetë po në të njëjtën nivele, po me datën 2 po me 4 korrigje do të jetë shumë herë më e madhe. Nuk mundesh dot ta intimidosh, a mundesh dot me ulur, me analizuar kush është arsye që këto mijëra njerëz në atë vapë të mërshme, me fëmijë, me burra dhe gra në moshë të thyere, rrin nga 3, 4, 5 apo 6 orë. Kush është arsye që këto njerëz? A vërtet na quhen të çmendur të gjithë? Por hir të vërtetës i çmendur i real është ai dhe pushteti i tij. Është i çmendur nga babësia, por jo nga logjika. Ai duhet të ulë dhe bëjë një analizë. Çfarë ka ndodhur? Sepse këto njerëz ishin edhe në 2025, edhe në 2024, edhe në 2023. Këto akuza që sot i radhisin folësit, ka që në 2013 që opozita i denoncon. Lideri i saj, doktor Berisha, i ka denoncuar. Që për hir vërtet është do akuzë, ka dalë reale, është shkak i kryer. Atëherë, zoti Stafa, nëse opozita i ka denoncuar, pse qytetarët nuk kanë arritur pra të binden më herët? Dhe nga ana tjetër kur flisnin dhe për interesat të cilat duan të vrasin opozitën, për kë bëhet fjalë konkretisht? Atëherë e kishin tek Dritan Goxhaj, që marrin me radhë. Normalisht një fjalë Rama tash do të fillojë të shkëpus eksponentët. Pra në skenarin e tij, ai ka dëshirë të përçajë protestën. Dikush ka dëshirë të përçajë por sonë të një masë të stërmadhe qytetare. Pra ai ka dëshirë të përçajë këtë masë qytetarësh. Dhe si mund të përçajë? Gjithmonë politika për hir të vërtetës kur shikon rrezik të pushtetit apo që i rrezikohet pushteti, tenton të aludojë për çështjet kombëtare, për të angazhuar tek njeriu atë të vetdijen e brendshme që të shpërthej, sepse kur vjen momenti tek kombi, çdo qytetar është i gatshëm të rrezikojë dhe të vihet në shërbim të çështjes kombëtare. Ndaj dhe politika gjithmonë tenton, kur ka probleme politike apo ekonomike brenda vendit ku ai është sot kryeministër, tenton të hedhë në treg për një konsum edhe për të ngjallur të ndjenjën e brendshme kombëtare, duke intimiduar individ apo duke hedhur provokime që gjoja ne po provokojmë nga shërbimet e huaj, sepse Rama tashmë me disa analitë të cilët kanë bite që paguhen nga mediat kryesore pranë pushtetit, janë paguar nga inceneratorët, nga PPP, nga të gjitha, sepse kur ne sot një fjalë dim që një farë Baton Haxhiu që flet në emër të çështjes kombëtare, merr mijëra euro nga mediat shqiptare dhe merr mijëra euro dhe djalin ka të punësuar në shërbimet sekrete serbe. Ne duhet të kuptojmë një fjalë që kush flet dhe sot për avukati i Ramës. Kjo është një problem i Ramës, nuk është problem i protestët. Rama duhet të kuptojë, pra në qoftë se Rama don të merret dhe vesh realisht, jo për të dhënë zgjidhje. Ai duhet japë zgjidhje problemit e tij, jo problemit tonë. Se pjesa ne kemi dalë në shesh, tash zgjidhja nga parket neve, jo e Ramës. Rama ka vetëm një zgjidhje, vetëm një alternativë. Dorëheqja e cila është e panegociuar. Nuk është e vendosur nga unë. Unë jam një nga ato mijëra qytetarë që jam aty. Por janë ato që kanë vendosur, ato që sot menaxhojnë dhe drejtojnë atë masë qytetarësh, të cilët për hir të vërtetës kanë dalë nga një mllek i jashtëzakonshëm, i ngarkuar për 13 vitesh, nga abuzimi me pushtetin,
nga abuzimi me krimin. Por kur vjen momenti me fjalë që gjithçka po shkatërrohet dhe njeriu vjen në moment dhe merr një vendim. Dhe ky vendim është ballafaqimi me pushtetin tek sheshi. Përgjegjësia është e Ramës për çdo incident që do të ndodhë në shesh. Unë besoj që nuk ka fundësim. Ai do tentojë me gjithçka. Nëpërmjet mekanizmeve, qoftë të pushtetit, qoftë të paras, qoftë të aludimeve, qoftë të provokimeve të tjera, po s'mund të guxojë ta prek atë protestë. Sepse ai e di mirë që ai reagim, ai mëllef, nëse cënohet dhe preket atë protestë, llogaritë ndahen ndryshe. Pastaj ajo protestë nuk është më protestë. Dhe llogaritë me Ramën ndahen ndryshe. Ndaj, unë për hir të vërtetës kam dëshirë të jem shumë i qartë, shumë i kujdesshëm ndaj drejt për drejt në këtë lloj komunikimi. Ajo protestë është një nga protestat model, kur ka demonstruar një qytetari të jashtëzakonshme. Ajo meriton respekt, mbështetje dhe vlerësim. Kështu që pushteti politik do të bëjë një analizë të gabimeve të tyre, sepse pikërisht ai shesh është i mbushur fal gabimeve, abuzimeve, vjedhjeve dhe gjithçka ka realizuar pushteti në korrizë të atyre qytetarëve, duke shitur pronat e shqiptarëve, duke tjetërsuar pronat e shqiptarëve dhe duke adhuruar të huajve interesat dhe pronat e shqiptarëve. Kjo është pikërisht ajo masë që ka mbushur shesh. Ndaj Rama duhet marrë një vendim të qartë politik, të tërhiqet, të kaloj vendin zgjedhjet e parakoshme, të ndërtohet një qeveri teknike, e cila do të menaxhojë procesin deri në zgjedhjet e ardhshme, në një mandat 6 muaj apo një vit, të realizojë kërkesat e protestës dhe Shqipëria të ketë normalitetit. E kemi një demokraci funksionale, jo një oligarki për hir të vërtetës. Ekziston rreziku, zoti Stafaj, që pas largimit të Ramës të vijë thjesht një rotacion pushteti dhe jo një ndryshim i premtuar për gjithë shqiptarët? Nuk e besoj, për një arsye, shumë të thjeshtë. Në qoftë se më bani mend në para disa kohë kemi bërë një intervistë parë që unë kam thënë një gjë shumë të thjeshtë të drejtë për drejtë. Pavarësisht se jam kryetari i Partisë Demokratike Dega në Durrës, kjo protestë ka dhënë mesazh të jashtëzakonshëm për klasës politike në Shqipëri. Por kjo protestë ka edukuar dhe shoqërinë shqiptare. Që çdo pushtetar i cili merr besimin e qytetarëve, vjen në pushtet nëpërmjet votave të qytetarëve, nuk respekton kontratën me qytetarët, ai do të ndërkohet. Pra ai meriton të ndërkohet. Kjo klasë politike ka nevojë të edukohet që pushteti që vjen nga vullneti i qytetarëve nëpërmjet votës është për t'i shojbyer qytetarëve, jo për t'i vjedhur qytetarët, jo për t'i intimiduar, jo për t'i larguar nga Shqipëria. Unë do të tregoj një diçka shumë të thjeshtë të mbrëmë, ishim në një reagim qytetar në ish-bashkinë e Suktit. Një aks për rreth 2 kilometra, për një afat kohor jo më shumë se 2 vjet apo 2 vjet e gjysmë, ka patur 11 aksidente në vdekje. Tashi, kur ka 11 aksidente në vdekje, a nuk ka një pushtet vendor, strukturat e qeverisë vendore, për të marrë masa për të ndërhyrë? Pra në qoftë se ne nuk lexojmë elementet, por ne nuk e ndalojmë dot të keqen, pra ne duhet të analizojmë fenomenin për të parandaluar të keqen. Qytetarë që reagonin dhe shprehin të mbulletin e tyre. Por ai mbullefi është nga pak është duke kthyer në urrëtie. Por shoqëria ka filluar të reagojë. Ndaj do të them përsëri pyetjes tuaja dhe them, nuk ka asnjë lloj rreziku për një arsye, sepse kjo klasë politike nëse s'edukohet duhet të largohet. Politika është shërbim për qytetarin. Nuk është mundësi për abuzim, për vjedhje, për pasurim. Dhe Shqipëria, do ta rikthej për shërimin fjalë të rikthej, Shqipëria është shqiptare, nuk është shqiptje Shqipëria. Unë do të kisha dëshirë që protesta dhe protestuesit të shtonin dhe një pikë për klasën politike të Shqipërisë. Sidomos në lidhje me çështjen kombëtare. Po le të jetë kjo një bisedë tjetër në ditët e ardhshme në vijim për të diskutuar dhe për të analizuar se çfarë po ndodh për të vërtetat edhe në geopolitik botërore, por edhe në rajon. Sepse këto lloj situatash, pra Rama ka dëshirë e lidhur me fjalë që po na dëmton turizmi.
ku për hir të vërtetës nuk ka asnjë lloj dëmtimi për turizmin, sepse kur jep statistikat nëpërmjet Instatit, ai vetëm gjithmonë i jep shifra të rritje. Dhe kjo tregon një fjalë që nuk që ka dëmtuar turizmin, por përkundrazi. Po tash na del me fjalë që në kalim një fenomen i ri, pra protesta nëpërmjet turizmit. Pra janë histori që nuk e shpëtojnë dot Ramën. Rama duhet të kuptojë një gjë. Siç ja ka dëruar pushtetin elementeve të krimit, ashtu i detyruar të përcjellit para qytetarëve. Nuk ka alternativë tjetër. Shqipëria është shqiptare, ndaj nuk ka rrezik, sepse dhe klasa politike që do vinë nesër. Unë jam i bindur se do ketë një folor tjetër, sido që me ardhur pra rotacionet i paqmangshëm. Unë besoj me fjalë që këto parti politike do të jetë vendosur në aleancë me parti të tjera. Dhe kjo protestë, kjo masë qytetarëve i ka dhënë një mesazh të jashtëzakonshëm klasës politike. Nëse klasa politike do të ta analizojë, ta vlerësojë, të nxjerrë mësime, unë jam i bindur që kjo klasë politike që unë e kam thënë dhe përpara, ka kohë që ka kaluar koha për të larguar nga përfaqësimi politik, sepse unë shkoj dhe diçka që për hir të vërtetës, ajo buzëqeshje që provon ajo masë qytetarë, për hir të vërtetës ka filluar të piqet dhe jo shumë vonë, aty do fillojnë të lindin liderit e ri. Në qoftë se në fillim kam thënë një fjalë që ajo protestë do kohën e vet, sepse nëpërmjet përplasjes, përballjes, artikulimeve, përgjegjësive, arrëzimit dhe ringritjes fillon dhe ndërtohen liderit e ri. Pak nga pak aty do të dalin liderit e ri. Dhe ajo që më pëlqen më shumë, unë shoh një fjalë që elita intelektuale ka filluar të ofrohet, ka filluar të bëhet pjesë, ka filluar ta mbështesë, ka filluar ta këshillojë protestën. Dhe kjo tregon një fjalë që protesta ka filluar të piqet edhe politikisht. Qartë, mirë, Zëstava, do të mbyllem me pyetjen e fundit. Pra, nëse Edi Rama është i vrarë politikisht, pra ashtu si thoni ju, si shpjegohet që opozita ende nuk ka arritur të zëvendësojë me një alternativë që do të binte të gjithë shumicën shqiptare, pra ata që janë aty në shesh? Atëherë, Edi Rama është vrarë politikisht dhe moralisht. Asnjë kaos nuk e ka ngelur si armë në dorë. Është i zhveshur totalisht. Kur kemi tash dalim ke opozita. Opozita është sheshi. Sheshi dhe opozita sot janë një. Pavarësisht nga kolorat e ndryshme, nga grupet e interesit se kemi analizuar më përpara dhe nuk kemi të harxojmë kohën, por opozita dhe sheshi dhe opozita sot janë një. Protesta dhe opozita po piqen bashkërisht. Po operojnë në mënyrë të shkëlqyer me njëri tjetrin edhe shumë shpejt do të vi edhe alternativë për zgjedhje. Jo për largim për ndrimin e pushtetit. Jo. Për të ndryshuar modelin e pushtetit, modelin e qeverisë dhe modelin e përgjegjësisë. Pushteti është përgjegjësi, pushteti është shërbim. Kjo është gjithë ajo çfarë kjo protestë për hir të vërtetës ka pjekur dhe ka shtuar jo si alternativë për zgjedhje, por kusht të panegocueshëm që pushteti është shërbim ndaj qytetarit. Kjo është esenca kryesore. Pra, e para që Shqipëria nuk është në shitje, dhe e dyta që pushteti është shërbim dhe përgjegjësi ndaj qytetarit. E qartë. Mirë, Zëstava, ju falenderoj shumë për gjithë informacionet. Ishte kënaqësi. Ju falenderoj ju, faleminderit. Faleminderit shumë. Mirë, shikues të nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni dhe për ditën e sotme ku ndalem tek zhvillimet aktuale në vendin tonë, pra protestat, e mbyllim këtu ditën e sotme dhe bashkë do të shihemi sërish.